Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Drejtoria e doganave në Maqedoninë e Veriut njoftoi për një shkallë serioze të kriminalitetit. Këtë vit në prokurori janë paraqitur 41 kallëzime ndaj 32 personave juridik dhe 118 personave fizik për vepra penale të kryera me 140 automjete. Dëmi drejt për drejt i shkaktuar në buxhetin e Maqedonisë së Veriut përmes shmanges pagesës detyrimeve arrin në 14.7 milion denar ose rreth 239.000 euro, tha Boban Nikolovski, drejtori i drejtorisë së doganave. Për më tepër, në 5 raste gjatë kontrollit të mishit, doganierët kanë realizuar pagesa shtesë prej pothuajse 180.000 eurosh pasi importuesit e kishin tarifuar mishin me norma më të ulta doganore. 303 persona në 100.000 banor rrezikohen nga ajri ndotur në Shkup, ndërsa në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut rreth 1200 persona në vit vdesin si pasojë e ndotjes së ajrit. Sipas organizatës jo qeveritare O2, Maqedonia e Veriut thith ajër të pastër vetëm një muaj e gjysmë në një vit. Në pjesën tjetër të vitit ajo përballet me grimca të larta PM2.5, ndërsa programet qeveritare për uljen e ndotjes së ajrit thonë se nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Maqedonia është në krye të Europës për numrin e vdekjeve për shkak të ekspozimit të grimcave PM2.5. Statistikat thonë se 303 persona në 100.000 banor janë në rrezik. Në raport thuhet se 11.6% e vdekjeve të foshjeve në vend ndodh për shkak të ndotjes së ajrit. Shkupi, Kumanova, Tetova, Kavadari, Strumica u rënditet si qytetet më të ndotura. Britanikët zgjedhin Maqedoninë e Veriut për investime. Shkupi pranoi marrëveshjen me qeverinë britanike për partneritet strategjik dhe autorizoi zëvendës kryeministrin dhe ministrin e transportit Aleksandar Nikolovski ta nënshkruajë marrëveshjen në Londër. Kohëzgjata fillestare e marrëveshjes është 10 vjet me mundësi të zgjatjes, deklaroi ministri Nikolovski. Projektet përfituese janë ndërtimi e kurudhës nga Tabanosi në Gjergjeli me një vlerë rreth 2 miliardë euro, ndërsa ndërtimi i spitali klinik në Shtip, fakultetit të mjekësisë në Shtip, konvikti studentor në Shtip, rindërtimi i plotë i spitali klinik në Tetov dhe ndërtimi një spitali të ri me qendër shëndetësore në Kërçov ka një vlerë për rreth 200 milion euro, deklaroi zëvendës kryeministri ministri i transportit dhe lidhjeve në Maqedoninë e Veriut Aleksandar Nikolovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova ndalon përkohësisht importin e miqit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendve nga Brazili. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se kjo masë është ndërmarrë si përgjigje ndaj shpërthimit të gripit të shpendve H5N1 në një fermë komerciale në shtetin Rio Grande të Brazilit. Ky vendim synon të mbrojë shëndetin publik dhe të parandalojë përhapjen e mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Në të paralajmërohet se ndalimi do të mbetet në fuqi deri në njoftim të dytë gjithmonë, duke u bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimin e rrezikut nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Duke filluar nga tetori 2025 do të fillojnë pagesat ndërkufitare në kuadër të skemës SEPA për individë e biznese ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Zëvendës guvernatorja e parë e Bankës së Shqipërisë, Ulrita Mingjozi, në intervistë televizive tha se brenda pak muajve nisin pagesat direkte me Europën. Ajo informoi se Shqipëria si pjesë e rajonit është bërë pjesë e sistemit përmes një kloni teknologjik të ofruar nga Banka e Italisë. Banka e Italisë ka nxjerrë një klon të këtij tipsit, një klon teknologjik, i cili është vënë në dispozicion të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u lidhur në këtë sistem. Dhe kur ne të jemi të gjithë të ndërlidhur, dhe kur Banka Qendrore Europiane të shohë që ne jemi plotësisht në përputhje me ligjet dhe teknikalitetet e tyre, atëherë ne do të dalim nga ky klon i tipsit dhe do të hymë në tipsin normal. Sipas guvernatores së parë Mingjozi, pjesëmarrja në skemat e SEPA-s do të sjellë përfitime të ndjeshme për konsumatorit dhe biznesin shqiptar, përmes uljes së kostos së transfertave dhe zgjerimit të aktivitetit ekonomik. Por që në momentin e parë që ne do të fillojmë këtë proces, efektet e të qenit pjesë e Bashkësisë Europiane të pagesave do të duken në uljen e tarifave, në shpejtësinë e kryerjes së pagesave, në lehtësimin e pagesave, të cilat do të shpërkthehen në para. Nga ana tjetër, ajo vuri në dukje se futja në sistemin SEP dikonte në rritjen e besimit drejt sistemit bankar shqiptar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.